Përshëndetje nga edicioni informativ, jemi në ekranin e Blu Televizion, do të ndajmë zhvillimet e ditës, duke ndalur tek zbatimi i një prej projekteve të rëndësishme për qytetin, pikërisht në qytetin e Vlorës, investimi për infrastrukturën e tregjeve, i cili parashikon ndërtimin e tregu të ri me kushte bashkohore. E gjithashtu krahas tij është parashikuar dhe rehabilitimi tërësor i zonës në qendër të qytetit, që nuk është prekur nga projekti i Vlorës së vjetër historike. Në Vlorë ka nisur zbatimi një prej projekteve infrastrukturore të rëndësishëm për qytetin, investimi për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare multifunksionale, rrugë tregtare në zonat model zhvillimi. Faza e tretë e këtij projekti është stacionuar në rajonet 3 dhe 4, ndërsa ky projekt parashikon dhe rikualifikimin urban në zonën e tregut të hapur të qytetit. Por për shkak të kohës që duhet ende për zhvendosjen e tregtarëve nga tregu në qendër të qytetit, puna për realizimin e tij ka nisur me rekonstruksionin e godinës së ish gjyqit të vjetër. Ka nisur në Vlorë projekti për zbatimin e rikualifikimit urban të zonës në hyrje të qytetit, pikërisht aty se ku ndodhet edhe tregu i frutave perimeve, që njihet ndryshe edhe si tregu teksati. Ky projekt, i cili përfshin rikualifikim dhe rehabilitim të kësaj zone, por edhe ndërtimin e një tregu, ka filluar me fazën e tij të parë në rehabilitimin e godinës së ish gjyqit të vjetër në qytetin Bregdetar. Projekti parashikon ndërtimin e tregut të ri që i ka munguar Vlorës prej vitesh, një treg me kushte bashkohore që i përgjigjet nevojave të qytetit. Gjithashtu krahas tij është parashikuar dhe rehabilitimi tërësor i zonës në qendër të qytetit, që nuk është prekur nga projekti i Vlorës së vjetër historike. Puna për realizimin e këtij projekti ka nisur me rehabilitimin e një monumenti kulture që mbrohet nga shteti, të shtëpisë ku kryente funksionet gjykata fashiste dhe ku në vitin 1942 njësitë guerrile të qytetit, pas një aksioni të guximshëm, u rrëmbyen fashistëve një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh. Ky është një projekt i qeverisë shqiptare, financuar nga Fondi i Zhvillimit me vlerë 115 milion lekë, ku puna pritet të përfundojë në shkurt të vitit 2027. Menaxhimi i mbetjeve urbane, një mbetejë e humbur e Bashkisë Selenicë. Në aksin rrugor që të çon drejt Parkut Arkeologjik të Amantjes, një prej zonave më të frekuentuara nga turistët e huaj dhe vendas, syri të zë sasi të mëdha mbetjesh, një pamje as pak normale. Shpesh mbetjeve u vjet edhe zjarri, duke krijuar situata shqetësuese. Me sa duket, Bashkia e Selenicës e ka humbur betejën për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe atyre inerte. Pa shkuar në Parkun Arkeologjik të Amantjes, një ndër destinacionet e preferuara nga turistët e huaj dhe ata vendas, përballen me një pamje as pak normale. Pirgje të mëdha me mbetje urbane në anë të rrugës, por sikur të mos mjaftonte kjo, her pas here këtyre mbetjeve u vihet flaka. Ndërkohë që Amantja është një ndër sitet kulturore më të vizitueshme në të gjitha muajt e vitit. Kjo ka bërë që Bashkia e Selenicës të mos ketë një plan konkret për menaxhimin e mbetjeve të ndryshme, edhe pse është përfolur që do të luftohet më së shumti ndotja e ambienteve të ndryshme nga ana e pushtetit vendor. Shumë pranë aksit rrugor që çon drejt Parkut Arkeologjik të Amantjas, një prej zonave më të frekuentuara nga turistët e huaj, por edhe vendas, vërehen sasi të mëdha mbetjesh që krijojnë një pamje as pak normale. Në shumë raste këtyre mbetjeve u vjet edhe zjarri, duke sjellë një situatë shqetësuese dhe të papranueshme. Ndotja nga mbetje të shumta tregon një problematikë serioze në këtë zonë. Nga ana e Bashkisë së Selenicës duket se mungon një plan konkret për menaxhimin e tyre, duke lejuar depozitimin në vende të ndryshme dhe të pakontrolluara në anë të rrugës. Sfida e menaxhimit të mbetjeve është një problem i madh për pushtetin vendor, por duket se Bashkia e Selenicës e ka humbur këtë betejë. Ky aks rrugor frekuentohet shumë për shkak të Parkut Arkeologjik të Amantjas, por pamja e parë që u ofrohet turistëve në kontaktin dhe impaktin e parë nuk është ajo që duhet të prezantojë një vend që synon zhvillimin e turizmit. Situata mbetet shqetësuese, nga pamjet duket qartë se mbetjet janë të depozituara aty prej kohësh në këtë zonë, ndërsa mungojnë masat dhe planet konkrete për ndryshimin e kësaj gjendjeje të krijuar prej vitesh. Mbetjet dhe tymi nga djegja e tyre shkaktojnë shqetësim për banorët e zonës dhe një ndotje të konsiderueshme të mjedisit, ndërsa është e vetmja panoramë që paraqitet çdo ditë për banorët e zonës. Menaxhimin e mbetjeve duket se Bashkia e Selenicës nuk e ka problematik prioritet, duke lejuar depozitimin e tyre edhe në vende ku kjo është ndaluar.
Në urën e Peshkëpis, mbi lumin Shushis janë dëmtuar dhe grabitur barierat mbrojtëse. Rreth 300 metra të kësaj ure tashmë janë pa barierat mbrojtëse, duke u kthyer në një rrezik serioz për çdo person të mundshëm që kalon aty. Dyshohet se barierat mund të jenë hequr qëllimisht nga persona të caktuar, me synim për t'i shitur ato për skrap dhe përfitime financiare. Dëmtohen dhe grabiten barierat mbrojtëse në urën e Peshkëpis. Rreth 300 metra në këtë urë tashmë nuk janë të pajisura me bariera mbrojtëse, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për zvendësimin e tyre. Sipas informacioneve nga policia, barierat mund të jenë marrë nga persona të caktuar për të shitur më pas për skrap. Megjithatë, zvendësimi i tyre është i domosdoshëm pasi është një rrezikshmëri kryesisht për persona të cilët mund bëjnë foto apo të shijojnë edhe pamjet e natyrës. Dëmtohen dhe grabiten barierat mbrojtëse në urën e Peshkëpis mbi lumin Shushis. Rreth 300 metra të kësaj ure tashmë janë pa bariera mbrojtëse, duke u kthyer në një rrezik serioz për çdo person që kalon aty, qoftë për të bërë një foto apo për të shijuar natyrën përgjatë lumit. Mungesa e këtyre barierave e bën zonën veçanërisht rrezikshme, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes ose për fëmijët dhe turistët që nuk janë të njohur me terrenin. Duket se kjo situatë vazhdon për një kohë të gjatë, ndërsa nuk është marrë asnjë masë konkrete nga institucionet përgjegjëse për riparimin apo zëvendësimin e tyre. Nga ana tjetër, sipas informacioneve paraprake nga policia, dyshohet se barierat mund të jenë hequr qëllimisht nga persona të caktuar me synim për të shitur ato për skrap dhe për përfitime financiare. Ky fenomen jo vetëm që dëmton pronën publike, por rrezikon drejt për drejt jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Ajo çfarë kërkohet është padyshim ndërhyrje e menjëhershme nga autoritetet përkatëse, jo vetëm për rikthimin e barierave mbrojtëse, por dhe për rritjen e kontrollit dhe marrjen e masave parandaluese, në mënyrë që raste të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Në Gjirokastër është përkujtuar 118 vjetori betejës së Mashkullores. Në nderim të kësaj ngjarje në fshatin Mashkullor është zhvilluar një aktivitet ku të pranishmit kanë nderuar aktin adetar të Çerçisë Topullit dhe patriotëve të tjerë. Përkujtohet 118 vjetori i luftës së Mashkullorës dhe çeta patriotike e Çerçisë Topullit. Në Gjirokastër është përkujtuar 118 vjetori i betejës së Mashkullorës. Në 18 mars të vitit 1908 në këtë fshat, çeta patriotike e Çerçisë Topullit zhvilloi një prej betejave që do të lindte gjurmë në historinë e vendit tonë, në prag të shpalljes së pavarësisë. Në nderim të kësaj ngjarje, në fshatin Mashkullor është zhvilluar një aktivitet ku të pranishmit nderuan aktin adetar të Çerçisë Topullit dhe patriotëve të tjerë. Festa e Mashkullorës e 18 marsit të vitit 1908 është një festë që është kthyer në festë tradicionale. Dhe kjo qetë e krijuar në fillim të viteve 1906 është një qetë që dallon nga qetat e tjera të jugut, siç ka qenë qeta e Salibutkës, apo e Spiro Ballkamenit, apo edhe qetat të tjera. Pse? Se ka disa aktivitete të saj, si vrasjen e despotit fillimisht në të shtator të 1906 në Korçë. Betejë e Mashkullorës e 18 marsit të vitit 1908 është një ngjarje që është kthyer në festë tradicionale dhe kjo çetë e krijuar në fillim të viteve 1906 është një çetë që dallon nga çetat e tjera të jugut, siç ka qenë çeta e Salibutkës, Spiro Ballkamenit apo edhe çetat e tjera, sepse ka disa aktivitete të saj. Jam Nipi Zeman Haska Mashkullorës, i quajtur Myrteza Haska. Ka marrë direkt nga Saranda për ta kujtuar këtë luftë heroike të lavdishme të kësaj qete, si pa trëmbur, që nderoi fshatin ton, nderuan veten, nderuan kombin, kundër një ushtrie shumë të madhe turke me 7 veta që ishin këta. Ne e kujtojmë e kemi kujtuar për herë. Për gjatë këtyre 118 viteve, lufta e Mashkullorës dhe figura e patriotit Çerçisë Topulli kanë qenë në qendër të shumë studimeve historike dhe krijimeve artistike. Do të ndalemi në zhvillimet sociale. Shpresa Dahri, besimtare myslimane në Vlorë, ka mbi 3 dekada që agjeron në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Dahri tregon se dashurinë për Islamin e ka të trashëguar nga babai i saj që ishte hoxh, por tek besimi gjen sot veten dhe forcën për të ecur përpara. Shpresa Dahri është një prej besimtareve të shumta myslimane në qytetin e Vlorës, e cila edhe këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit ka agjëruar. Në fakt, shpresa ka mbi 30 vite që agjëron, ku siç tregon edhe vet, për herën e parë agjëroi në vitet e para të sistemit të demokracisë.
Dëshirën e kishte edhe më parë, por sigurisht që komunizmi besimin e shihte si diçka të ndaluar, duke mos e lejuar. Dahri tregon se dashurinë për Islamin e ka të trashëguar nga babai i saj, që ishte hoxh, por tek besimi gjen sot veten, gjen forcën për të ecur përpara. Shpresa Dahri tregon se për besimin e saj gjithmonë i lutet Zotit dhe shpesh për shumë probleme, ai është përgjigjur duke i dhënë asaj një zgjidhje. Besimin e shes si diçka tepër të rëndësishme, duke pohuar se është pikërisht feja, ajo që e udhëzon në rrugën e drejtë, duke e larguar edhe nga veset. Unë kam 30 vjetë që në kohën e demokracisë. Thonë 35 vjetë janë pak. Sa filloi që hyri demokracia, babai im ka qenë hoxh. Të them drejtën, më vjen keq që nuk kam mësuar që në atë kohë. Por edhe që u futa të falesha apo të mësoja, më vinte turp të thosha njerëzve që të mësoja, sepse nga që kisha baban hoxh edhe unë nuk mësova me baban, më vinte turp të mësoja me të tjerët. E detyrova, po me dëshirë dhe me atë vullnetin që mora libra dhe lexoja dhe mësoj. Jo se kam mësuar shumë, po i lutem Zotit të më udhëzojë, të më japi dije akoma më shumë nga shumë ka dhënë inshallah. Në rastet në veçanta që kam qenë e sëmur, nuk kam agjëruar se kam patur një sëmundje të rëndë, po elhamdulillah falenderoj Zotin që jam mirë tani. Nuk ka gjë më të madhe, më të mirë që të presësh muajin e Ramazanit. Është muaj begat, është muaj që ka zbritur Kurani, të jep mirësi, të jep gjithçka. Është një harmoni goxha e madhe në vetvete. Kam patur shumë raste, kur kam patur siklet, jam ngritur në mes natës, kam marrë abdes, jam falur dhe për sytë e ballit po më beson që sa kam mbaruar së faluri, mua më është përgjigjur. E ndjej. Edhe babai ka mësuar shumë, se baban tim e kam patur shumë njerëz të zgjuar, ka njohur botën në majë të gishtave si nga ana historike, gjeografike, shkencore, fetare po, ka qenë që fëmijë në Greqi që ka mësuar dhe ka ardhur dhe ka qenë hoxh, me emrin hoxh i flisim babai tim. Kur e keni lexuar për para Kur'anin? Kam vite që kam lexuar, por kam lexuar në shqip, ndërsa tani kam 2 vjet që lexoj në arabisht. Që t'i futen mësimit të Kuranit ose të besojnë në Zot, sepse nuk kemi ardhur nga hiçi. Kemi ardhur nga dikush dhe diçka, ai që na ka sjell me mendje, me sy, me gojë, me hund, me vesh, të dëgjojmë, të veprojmë, të shikojmë dhe ti drejtojmë njerëzit. Po ta kuptojmë të gjë nga se kemi ardhur, duhet ta pranojmë që duhet të mësojmë edhe nuk të jep gjëra të këqija, të jep nga veset nga më të mirat. Nuk të udhëzon të bësh gjën e keqe, të udhëzon që ti të duash, të respektosh, të vlerësosh, të jep gjithçka të mirë. Shpresa Dahri, si një besimtare predikuese e fesë islame, nuk mund të lejojë të largohet nga shtëpia e saj pa përfunduar fillimisht një lutje cituar nga Kurani. Kjo është shpresa Dahri, e cila për më shumë se 3 dekada kryen ritin e agjërimit, të cilin sipas saj, ajo nuk do të rresht kurrë adhuruari. Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshiruesit, mëshirëplotit, vrani të bëj një dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah i madhëruar, mëshirues, mëshirëbërës, mëshirëploti, gjithë mëshirshëm, gjithë botra i retit. Fali mëkatet e mia, Allah, të fëmijëve të mi, bashortit tim, motra dhe vëllezërit mi, përembesave, gjithë besimtarëve kudo që janë, të dukshme, të padukshme, të tashme, të ardhme, të vogla, të mëdha, me dije, pa ve dije. Amin. Fali mëkatet e prindërve të mi, Allah, mëshiroj i bëni banor të xhenetit Firdaus. Amin. Në Patos fshat Bashkia Fier me shumicë myslimane, banorët po përballen prej kohësh me mungesën e një xhamie, çka i detyron ata të udhëtojnë drejt zonave të tjera për të kryer ritet e tyre fetare. Ndërkohë myftiniu i xhamisë Fier Hazi Zolli u ka kërkuar banorëve të mbledhin firma dhe të paraqesin një kërkesë zyrtare për ndërtimin e kësaj xhamie. Në Patos fshat, njësia administrative Portës, Bashkia Fier me shumicë myslimane, banorët po përballen prej kohësh me mungesën e një xhamie, çka i detyron ata të udhëtojnë drejt zonave të tjera për të kryer ritet fetare. Xhamia e vjetër e ndërtuar në vitet 1900 është prishur nga sistemi komunist në 1967. Pas rënies së sistemit në 1996 u ndërtua xhamia e re në qendër të fshatit, por për shkak të lëvizjeve tektonike, xhamia u rënua, ndërsa prej saj ka mbetur vetëm minarea. Po minarea xhamia s'ka shprishur. Kish funksionon në ditë. Funksionoi njerë së mblodh asnjëherë këtu. Asnjëherë, fare. Nuk kemi ku të falemi. Xhamia shprishur me në verin andeja, ka qenë lartë edhe nuk ka me.
është bërë vetëm kjo. U bë xhamia, u prish mbeti minareja. Po u prish, ra na 13 janë kush e rëzoi, nuk e di. Sipas banorëve, komuniteti islami i fshatit nuk ka patur mbështetjen e duhur për ndërtimin e një objekti kulti, pavarësisht nevojës së vazhdueshme. Ata shprehen se mungesa e një xhamie e vështirëson jetën fetare, sidomos gjatë festave dhe ceremonive të rëndësishme. Kemi pasur një aty lart atë. Atë ku thashu. Në Malenje, ke pas këtu 2. Ja, ka një prishja mineria, vetë që mineria këtu, s'ka xhamime. Që mineria këtu. Mineria ka mbetur xhamia. Ka një mineria, xhami u prishur. Edhe prishja bën ata, xhamia ka qenë të lartë, por që gabimi atyre, që se bën atje, po bën këtu në rket. Është vendi pa përshtatshëm, vend që rëshket. Po. Ma aty vendi përshtatshëm, edhe vendi kullur, edhe vendi mirë, edhe për popullit ishte mirë. Sepse falë, po dhe Gjosh ka mëna në rrërës, në të rëshdije. Edhe e futin këtu në alet në shkollë, të shkollë të E ben atje ku ishë më kollaj. S'fa një aferë, ashtu aferët. Ferët e atje më falë për shpejt e banjo, ajo atje, ajo minaria. E be banjo, banjo, pintë e aty lokali, ven atje në banjo të minaria. Ja, që është ajo, fshatë ju. Keni ankuar ju për këtë situatë, nuk ju vjen keq? Por kemi përse të bëjmë, ku jankojmë pa? Kujtë do vejmë firë, të ankojmë firë. Unë do kështu të shenë e populli, jo, po unë populli do kështu. Ta që shoj vendin, të shoj dy stollet, ta shtoj me cimento, shto dy stollet, vejmë ashtatar, falemi, dëgjojmë edhe hoqëm, bjeme në i hoqë të vjen falet të i fleta i hoqët, gjimë gjesë, zgjojmë për Ramazan, jo kështu ne mërë, ne, si në te, si mos më keq këtu. I pyetur për këtë problem, muftiu i xhamisë Fier, Mikeli Hazizolli, ka pohuar se çështja mund të zgjidhet, por fillimisht është e nevojshme që vetë banorët të organizohen, të mbledhin firma dhe të paraqesin një kërkesë zyrtare për ndërtimin e xhamisë. Kjo kërkesë nga ata nuk është bërë dhe mufti një ashtë në dijenit situatës, sikundër dim që ka fshatra me xhami të reja, por janë mbyllur për shkak të shpopullimit. Ndërkohë banorët thonë se sheshi fshatit ku ndodhet minareja duhet pastrohet nga rënojat e shkollës së vjetër dhe të kthehet në një hapësirë ku besimtarët mund të kryen ritet fetare pranë minares deri në ndërtimin e xhamisë së re. Xhamia, atje ka vetëm disa gur, dhe një pjesë ku ka qenë xhamia e vjetër, është bërë tash një fis ka bërë varrezër atje, brenda territorit të xhamisë. Kurse një pjesë e varrezëve është matan që nuk ishte xhamia. Ajo u prish në kohën e komunizmit, në vitin 1967 u prish, që atëherë dhe sot nuk kemi xhami. Dhe kur tentua për të bërë një xhami e re, sa maroj si mur, u bedhe minaria, ajo plasi, me fjallu qa muri, lozin fëmijit hynin a muri, dilin ma tanë, për mos të krijuar në një aksident, ata e prishën prap, me fjallu maruar dhe pa maruar mirë e prishën prap. Ta që ka ngelu vetëm minaria. Edhe sot, patozi fshat, s'ka asë një xhami ku të bëj atë ritmi që si thonë ato. Nuk shkojmë as me një vend, jemi berë rreth 1800 banor, sot mund të jemi të gjysma. Dhe nuk është fare. Pra, afro 1000 besimtarë të këtij komuniteti nuk shkojnë as në event. Një xhami. Jo, nuk kanë një xhami që të falen. Mirë është me që kanë gjithë fshatrat, kanë gjitha dhe është si shenjë, ku është pato fshat, ja te xhamia, ai është pato fshat. Ne nuk e kemi këtë. Për fat na kanë ngeluar minareja, që ajo është shumë e gjatë, atë atje kanë ngelur si pikë referini për qendrën, se ka qenë dhe qendër. Megjithatë, deri më tani një kërkesë e tillë nuk është dorëzuar për ndërtimin e një xhamie të re, çka ka bërë që situata të mbetet e pasgjidhur dhe besimtarët të vijojnë të përballen me të njëjtat vështirësi. Një aksident me pasojë plagosjen e një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e autostradës në Lushnjë. Një mjet tip Benz ka përplasur një person që kalonte me biçikletë në anën tjetër të autostradës dhe 45 vjeçari drejtuesi i biçikletës është dëmtuar fatkeqësisht rënë në të dyja këmbët dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Një aksident me pasojë plagosjen e një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e autostradës në Lushnjë. Një mjet tip Benz ka përplasur një person që kalonte nga njëra anë e autostradës në anën tjetër me biçikletë. Pasi ka kaluar barierën e hekur anësore, është goditur nga Benzi, edhe pse drejtuesi i mjetit është munduar ta shmangë. 45 vjeçari drejtuesi i biçikletës është dëmtuar rënd në të dyja këmbët dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Grupi hetimor po punon
për dokumentimin dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa është shoqëruar drejtuesi i mjetit. Nga të dhënat e paradyshore se i dëmtuari ka prerë rrugën mjetit të Benz në një aks rrugor të siguruar me bariera anësore. Sipas Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit së Shqipërisë, preferencat e udhëtimit po ndryshojnë trend, nga brigjet e ndriçuara nga dielli drejt destinacioneve të brendshme, plot histori dhe atmosfera të veçanta. Kështu shkruhet në faqen turistike Travel and Tour, ndërkohë në 2 muajt e parë të vitit kanë vizituar trashëgiminë kulturore të vendit plot 42.251 vizitorë shqiptar dhe të huaj. Perspektivat e ardhshme të turizmit duket se janë drejt një skene ndërkombëtare më të fortë. Të dhënat e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit jo vetëm që tregojnë suksesin aktual në këtë sektor, por nxjerrin në pa edhe potencialin e madh ende të pashfrytzuar në Shqipëri. Rritja e vazhdueshme e turizmit kulturor shihet si një faktor kyç për forcimin e pranisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Duke promovuar këto vlera historike, vendi po pozicionohet jo vetëm si një destinacion sezonal plazhi, por edhe si një qendër për shkëmbim kulturor edhe intelektual gjatë gjithë vitit. Investimet në infrastrukturë si dhe digitalizimi i vendeve të trashëgimisë pritet të përmirësojë më tej përvojat e vizitorëve, ndërsa gjithnjë më shumë turistët duket se po zbulojnë thesaret e fshehura të Ballkanit. Imazhi i Shqipërisë si një vend me histori të pasur dhe identitet të gjallë do të forcohet sipas të dhënave. Zhvillimi i këtij sektori pritet të sjellë përfitime ekonomike për komunitetet lokale, duke garantuar njëkohësisht edhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm. Nga objektet e lashta që datojnë para pushtimit romak e deri tek dokumentimi detajuar i luftës së pavarësisë, historia e Shqipërisë rrëfehet me një energji të re. Fluksi i vizitorëve tregon se udhëtari modern kërkon një lidhje më të thellë me destinacionet, duke vlerësuar përvojën intelektuale përtej turizmit tradicional. Konfiindustria ka reaguar pas krizës së karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme që ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Përmes një deklarate për shtyp, Konfiindustria shpreh shqetësimin se Shqipëria ka çmimet më të larta të karburanteve në rajon dhe kërkon nga qeveria të zbatojë paketë lehtësuese. Konfiindustria duke marrë shkak nga thellimi dhe zgjatja e papërcaktuar në kohë e krizës së karburanteve për shkak të luftës në Gjirin Persik, kërkon nga qeveria ndërtimin dhe zbatimin e shpejtë të paketës fiskale lehtësuese të çmimeve në treg. Konfiindustria kërkon që paketa e parë fiskale antikrizë të përfshijë të paktën 2 shtylla. Së pari, gjithë shtesat e të ardhurave në buxhet nga zbatimi i TVSH-s mbi çmimet e rritura të karburanteve krahasimisht me kohën e parakrizës, të rikthehet drejt për qytetarët dhe bizneset në çmim fundor. Së dyti të ulet taksa e qarkullimit të automjeteve deri në masën e rritjes së të ardhurave absolute në buxhet nga TVSH-ja e karburanteve krahasimisht me çmimet në kohën e parakrizës. Masa e tretë e domosdoshme shoqëruese e paketës sipas Konfiindustrisë është ndërtimi i mekanizmit institucional për përcaktimin e çmimit avan të shitjes me pakicë të karburanteve, me qëllim që ulja e peshës fiskale të mos përfundojë vetëm në shtimin e fitimeve për tregtarët oligopol. Çmimet me pakicë të treg kanë kapur kufit e 200 lek për litër dhe ka hush për rritje të mëtejshme që mund të krijojnë pasoja shkatruese për ekonominë, industritë dhe qytetarët. Shqipëria ka çmimet më të larta të karburanteve në rajon dhe rritja e menjëhershme do të rrezikonte një krizë ekonomike të plotë e me pasoja të rënda shumë përmasore deri në qëndrueshmërinë politike dhe rendin kushtetues të vendit. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ka vlerësuar heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundrejt Kosovës. Sipas tij, kjo gjë rikonfirmon përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave europiane, ndërsa është një kapitull i ri që forcon procesin e integrimit. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha përmes një postimi në rrjetet e tij sociale ka vlerësuar heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundrejt Kosovës. Ai është shprehur se kjo gjë rikonfirmon përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave europiane, duke shtuar se ky është një kapitull i ri që forcon procesin e integrimit. Vendimi i sotëm hap një kapitull të ri, duke mundësuar qasje të plot dhe pa pengesa në fondet e Bashkimit Evropian, asistencën dhe bashkëpunimin e gjithanshëm. Ai kontribon në rindërtimin e besimit dhe forcon më tej besueshmërinë e procesit të integrimit evropian.
Mirpresim vendimin për heqjen përfundimtare të gjitha masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Ky hap edhe pse i vonuar i konfirmon qartë përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave europiane, shtetit së drejtës dhe bashkëpunimit konstruktiv rajonal. Avancimi drejt rrugës europiane të Kosovës përfshirë shqyrtimin pavonesë të aplikimit për statusin e vendit kandidat, do të kontribuojë drejt për drejt për një rajon më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, duke rikonfirmuar njëkohësisht perspektivën europiane të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vendimi sotëm ha një kapitull të ri, ai kontribuon në rindërtimin e besimit dhe forcon më tej besueshmërinë e procesit të integrimit europian, ka deklaruar ministri i jashtëm. Flamurtari në basketbol për femra është eliminuar në gjysmëfinalen të Ligës Unike. Ekipi vlonjatur poshtë nga Bashkimi i Prizrenit, duke i dhënë fund rrugtimit në këtë kompeticion ku vinte si kampion në fuqi. Faza finale e Ligës Unike po zhvillohet në Prizren të Kosovës, ndërsa Flamurtari u mund me rezultatin 81-63. Flamurtari në basketbol për femra është eliminuar në gjysmëfinale të Ligës Unike, ekipi vlonjatur poshtë nga Bashkimi i Prizrenit, duke i dhënë kështu fund rrugëtimit në këtë kompeticion, ku vinte si kampion në fuqi. Faza finale e Ligës Unike po zhvillohet në Prizren të Kosovës, ndërsa në finalen e madhe është kualifikuar edhe ekipi Pejës që fitoi përballë Tiranës në gjysmëfinalen tjetër. Flamurtari u mund me rezultatin 81-63 në një ndeshje që deri në 10 minutat e fundit ishte mjaft e luftuar dhe balancuar mes dy skuadrave. Megjithatë, në momentet vendimtare ekipi vendas u tregua më i saktë dhe më i qetë, duke siguruar fitoren dhe kalimin në finale. Skuadra vlonjate do të luajë tashmë për vendin e tretë përballë Tiranës, ndërsa vëmendja kryesore mbetet te kampionati kombëtar, ku synohet mbrojtja e titullit. Ndërkohë ajo që është vënë re në këtë fazë finale në Prizren ka qenë mungesa e tifozëve në Pallatin e Sportit, në kontrast të dukshëm me një vit më parë, kur ndeshjet u zhvilluan në Vlorë dhe atmosfera ishte shumë e zjarrt. Flamurtari largohet kështu nga një tjetër objektiv sezonal, por mbetet i fokusuar tek fitimi i titullit kampion. Komisioni i Disiplinës ka dhënë sot vendimet për ngjarjet e rënda që ka ndodhur në fund të ndeshjes mes Flamurtarit dhe Elbasanit, ku pati kaos në dhomat e zhveshjes me përplasje mes lojtarëve dhe stafeve të dy skuadrave. Komisioni i Disiplinës pra Federatës Shqiptare të Futbollit ka dhënë vendimet edhe për ngjarjet e rënda që ka ndodhur në fund të ndeshjes mes Flamurtarit dhe Elbasanit të luajtur ditën e shtunë, ku kishte kaos në dhomat e zhveshjeve dhe përplasje mes lojtarëve dhe stafeve të dyja skuadrave. Edhe pse vlonjatët kanë akuzuar futbollistin e Elbasanit Emiliano Musta si shkaktar të sherrit dhe iniciator të përplasjeve, për disiplinën dënimet kanë qenë vetëm për Flamurtarin. Kësaj klubi i vlonjatës dënuar me një gjop të majtmendër, ndërsa është pezulluar me 6 muaj një prej futbollistëve dhe për një vit edhe një prej zyrtarëve të klubit. Flamurtari për mos përmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurim pas përfundimit të ndeshjes si përcjellit gabuar të spektatorëve duke hetur sende në fushën e lojës, dënohet me gjob në masën 300.000 lekë të reja. Zyrtari i klubit të futbollit Flamurtari, Artan Mehmetaj, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, dënohet me një vit pezullim nga gjitha veprimtaritë organizuara nga Federata Shqiptare të Futbollit, ndërsa i ndalohet hyrja në gjitha stadiumet në veprimtaritë sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit deri në përfundimin e dënimit. Lojtari i ekipit të Flamurtarit, Squadrone Luciano, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, dënohet me 6 muaj pezullim nga gjitha veprimtaritë organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Në zbatim të nenit 6 fraksion 2, lojtarit i ndalohet hyrja në dhomat e zhveshjes dhe në ambientet e brendshme të stadiumit deri në përfundim të dënimit. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.